I arrestuar në komisariatin e Durrësit për dhunë në familje, ndron jetë 63 vjeçari nga Shijaku. Një 63 vjeçari arrestuar një ditë më parë për dhunë në familje dhe largim i të burgosurit nga vendi i qëndrimit ka ndruar jetë në komisariatin e Durrësit. Në një njoftim të bërë me dije nga policia e Durrësit, 63 vjeçari me inicialet MG ndodhej i shoqëruar në ambientet e sigurisë së komisariatit të policisë Durrës, pasi ishte dënuar me 18 ditë burgim dhe pritej të transferohej për vuajtjen e dënimit në IEVP Lushnjë. Njoftimin e policisë thuhet se rreth orës 15:04 ai ka shfaqur shqetësime shëndetësore dhe menjëherë është transportuar nga shërbimet e policisë drejt Spitalit të Durrësit për ndihmë mjekësore, ku pavarësisht asistencës së dhënë nga personeli mjekësor ka ndruar jetë në sallën e reanimacionit. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave.